Në një ngjarje të pazakontë nga Elbasani, policia njofton se ka vënë pranga një 54 vjeçar pasi dyshohet se i ka vjedhur makinën tip Range Rover të vëllait. I arrestuar është shtetësi me iniciale TH, 54 vjeç, pas denoncimit të zhdukjes së automjetit nga vëllai i tij, 52 vjeçari LH. Megjithëse besohet se i vëllai vetëm ja ka marrë hua automjetin, njoftimi i policisë solli operacionin e kërkimit dhe rrjedhimisht lokalizimin e mjetit që u gjet i parkuar në lagjen Beqir Dardha. Marrja e mjetit pa lejen e të vëllait ka kushtuar shtrenjtë 54 vjeçarit që tashmë duhet të jap llogari për veprimin e pamenduar. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan arrestuan në flagrant shtetasin me inicialet TH, 54 vjeç, banues në Elbasan, për veprën penale vjedhje. Ditën e djeshme ka kallëzuar shtetasi LH, 52 vjeç, se gjatë natës i kishin vjedhur automjetin tip Range Rover të parkuar në lagjen Beqir Dardha. Shërbimet e policisë mes ditën e djeshme kanë lokalizuar automjetin në lagjen Luiç Gorakuqi dhe kanë arrestuar në flagrant shtetasin 54 vjeçar, që u kap duke drejtuar automjetin, njofton policia.